deri në kiamet. Allahu Azza wa Jalla na këshillon në Kur'an me fjalën e tij: "O ju besimtarë, keni frikë dhe respekt për Zotin ashtu si i takon atij, dhe asesi mos disni ndryshe vetë se me iman." Të dashur vëllezër, në kohën e pejgamberit alayhi salatu wasalam, Rasulullah doli një herë në treg në Medinë, edhe njëri po shiste grun. Edhe për mi i shkon grun i mirë. E futi dorën pejgamberi alayhi salatu wasalam për të pa, edhe pa se gruni është i lagur, me vllag, i vllazhinën i thëmë na pak ma popullor që. Tha pejgamberi alayhi salatu wasalam, çka është kjo? Tha, ja Rasulullah, ka ra shiu edhe ka lag. Për mi e ke vut mirë për funit lagën. E tha një rregull islam që vazhdon deri në ditë kiametit, thot men ghashana falaysa minna. Kush na mashtron, nuk është prej nesh. Kush s'është amanetxhi, me majt amanetin, nuk është prej nesh. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam njerë me Abu Bekrin para kësaj, se kjo ndodhi në Medinë, njëherë në Mekë, në fillimit të prapjes së Islamit, Rasulullah me Abu Bekrin po ecte dhe e pa Abdullah bin Mesudin, një prej sahabëve, pastaj më të njohur të Islamit. E pa të virujt dhënt, një grumull të madh, bylyk të madh delesh, edhe i tha, a ki mundësi me na dhon tamël që umë është me pi? Tha, nuk kam mundësi, tha se këto janë amanet i zotnis, që po më pagun, amanet me i rujt. I tha pejgamberi alayhi salatu wasalam, atëherë tha, a ki mundësi me ma dhon një dele, që akoma, me dhon, e reja është akoma nuk është bars edhe nuk ka lind, s'ka qumë është shkurt. Tha po, e mori një dele e afroj. Pejgamberi alayhi salatu wasalam e mori enën, edhe tha, në emër të Allahit, bismillah, lëshot qumë është. Edhe Allahu Gjaleshanu me bereqetin e ti, urtësin e cila veç të bëhu edhe bëhët. Filloj delja me qitë qumë është, deri sa pin të gjithë, të tretë, Muhabet ibn Mesudi, pastaj i tha kthehu si ishe, u kthy. I tha ibn Mesudi, o Muhammed, akoma nuk ishte besimtar ibn Mesudi, aty i lindi ideja edhe kurioziteti për mu bë besimtar. Tha, a më mëson çato fjalë që i the, që ti di edhe unë. Tha pejgamberi, bismillah, edhe lësho qumë është në emën të Allahit. Rasulullah ja dha një këshill ibn Mesudit, tha, te ti shoh aftësi për të majtë men. Shë mikrofonin që atje rregulloje, mikrofonin rregulloje për jashtë. Tha, shoh aftësi të ti për të majtë men. Tha, edhe u bon Ibn Mesudi prej atyne që mas shumë të mbi 70 e sa sure, i majtin men direkt me të parën nga goja pejgamberit alayhi salatu wasalam. Pra amanetxhi. Në kohën e Omer ibn al-Khattabit, njerëzit disa kishin fillu ka pak me bodalavere, edhe Omeri e tha një fjalë, tha mos e përzini qumshtin me ujë, tamlin me ujë. Nëse kalun ditët e kohët, Omeri po ec dikun rrugës në terr, natën, edhe u nishin njerëzit me rana në shpejt pak a shumë që ka po folin, ose nëse ndaleshe, edhe i dëgjoje unike zoni. Një nan po i thot vajzës vet, o i bi, nesër ki me shku me shit në pazar, tamlin, përzije pak me ujë. Tha non, është ndalume, tha, ka përmen Omeri, kanë shku edhe gratë, kanë ngu hutbën e xhumas, kanë pas vend veçantë. Po i thot ajo, hajto i bi, tha se kanë pas ndoshta nevojë. Tha se nuk është Omeri me të pa. I tha vajza, nëse non nuk është Omeri me më pa, tha është Zoti Omerit që më sheh. Omeri u habet u gëzu me këtë fjalë. Edhe e majtin men qatë shpi, nesër mas nesër shkoj e lypi qatë vajzë për djalin apo nipin e vetë. Edhe martoj. Në një prej kohëve shtetit islam, kur ka qenë me drejtësi, kur është punu edhe pa interes, pa hile, njëherë kishin njerëz kishin i pak në rudhë, edhe mreti, udhëhet se ku shkon,
po do mi orientu njerëzit se si një mirë, gjithë se cili në të këqyrë me alshu tjetrit. E në qatë zemani jemi na. Na që punojmë në për punë të ndryshme, qoftë në për shtete, ministrije, komuna, kudo koft, spitale, e tjerë, që le ta bëna i punën mirë, unë e s'peboj, unë e pak pimshej, si në gjallë të majtë pak përfitoj. E pa që s'ka bereqet, unë alshiju, ka hup respekti, ka hup mirësia, deshti mi dhonë u dhejtë si me kuptu aty nëse jena prish, krejt jena prish. Gjithë se cili me të këqyra e të bëndë të mirë, unë e s'ka gajle, unë e veçan po mujmë janë gjitë. Edhe tha, krejt ju, tha, keni obligim, e kish pru aty një enë të madhe, po thamë, një kazan të madhe, një bazan të madhe. Tha, krejt keni me pru natën, ka një gotë qumësh, tamël. Edhe keni me qitë të kjo bira këtu naltë. E obligim, tha, keni krejt qyteti. E dini këtë regim. Edhe ata i morën potinza në përterë. Asun mësë me të pa ty, as ti mu, se që ka konë. Edhe njoni tha mushke me uje qëjke, e tjetëri ja bëjke djali vete, gruja, vlavaj, pse be, halbe se qërë të qënë tamël, unë e ujë s'ka gale, pse me hargju unë tamëlin tamë? Tha ky, që ujë, aj që ujë nesër dhe mreti i thiri kretë, tha ajde tha tash tapim që tamëlin që e kemi qitë pramë. Kër erdhën e peqelin atë qeshmën aty poshtë, po del ujë. A u tha, pse tha unë të dal ujë? S'po folin. Tha për arsye se të gjithë keni këqyrë me përfitu për vete, e me e dëmtu shoqënim. Hajtë se s'ka gajle unë. Ai tjetri ka thonë, hajtë se s'ka gajle, e keni hup amanetin. Vllazni. Gjëja parë që hup në këtë ymet është amaneti. Kështu ka ditë pejgamberit alayhi salatu wasalam. Çka do të thonë amaneti? Amaneti do të thonë unë me ta marr ty parën mos me të kryj shërbimin që duhet. Si dal ky shpistone mos me një mo as për garancian atë kum dhon as kum dhon. Ma nuk mundem me të gjet ose s'mundesh me të gjet, ma mirë po e çes veten. Ti kërkon mua si ti marr parët. Me u për manetin që unë në momentin që ty ti kum dhon parët në fillim se të kum besu. S'ka më binon e thuj se falje të arti me ma bo mu qatë punë. Kum dhon parët. Amanetin në metin e Muhamedit alayhi salatu wasalam nuk guxon me hup. Nuk guxon, e vajza ka thonë nëse Omeri nuk që Zoti Omerit. Nëse din një behani diçka për ato që e shet, për ato që e ke, që e posedon, kallzoj. Haram është me mshef. Edhe nëse jullet vlera dhe çmime. Nëse njëri të ka pagu për filan gjën, ti çon edhe ashet ndryshem, mos e bëni gjë të tillë. Vllazni, mos t'i rujmë fëmijët me haram, mos t'i rritim fëmijët me haram. Dije një gjatë, jesh i bindun, para ditës kiametit, çdo sen që e ke ba me durët e tua, në këtë botë kime përjetu. Naluni, njetën e juj, nuk po thëmë të tjertë, mos i paraqiko të tjertë, veç vetën tone. Në një formë ose në tjetën, çdo sen të ka dalë, edhe ka me dalë. Na nuk kemi meti të lavereve, na nuk guxojmë me mashtru, na kemi një Zot i cili na sheh, na kemi dy melaçe që shkruajnë. Na dim që nuk ndodh sa në botë veç se Allahu azza wa jalla dhe. Na dim se në ditën e kiametit kemë dhënë llogari për çdo sen. Pse ngarkon veten me diçka që duhesh me dhënë llogari? Nuk ka hije. Edhe ka prej atyne që vjashave, që kur shkon atje janë rreç një diçka, janë rreç në thojza, edhe më ka thonë mu, ka pas rast të hoxha, unë i tham, a ma bësh halal? Ja ka bën gabim gjysën e qasaj pune, edhe i shkreti ai qytetari ndershëm, i pahile, ai nuk e di që ku i ka bëdë lavere. I ka thonë me vun filan materialin, e ka vuat falsin, a ma bësh halal, a i ka mi thonë, po valla halal, koft, halal, sa i nuk e di. Thotë hoxha, unë ja marë halalin kredve. Ja, këtë fore veç vetës mund është me alshu, zotit jo. Se nësa jonë të të bo halal, të menu që e ke bo mirë. Ti dy fish për bën gjunat, një, që se ke bo punën të manë edhe dyta për menu është me bo hajgare me ta. Qfar halali? Kallzaj, se të kom qitë punën të manë, që ke punë bëhat për 100 euro, unë ti ku marë 300. Se ti ku marë paret për të manë, për original, të kom qitë falsë. Ta një lypja halalin. Andaj vllazmi, në kohën e moqme, kur kanë dasht armisht me i sulmu muslimant, kanë shku në pazar, aty ku është lakmia, kanë shku në pazar, edhe kanë këqyr
A kanë fillu musliman dallavere me bon njëri me tjetrin, kuan lakmia. Kanë shku te i pari, kanë thonë, sa i ki patligjanat, specat? A i ka thonë, vëllai, kam 1 euro kilja, po, qëre unë i kam djeshët, kujkojshia jam i ka të sotit, që këta i ble ma mirë. Kanë shku te i tjetëre, sa i ki specat? A i ka thonë, a di qka, unë e sa dikum shit 1-2 kile 3, ky tjetëri, ky shok, kujkojshia jam halas se ka bo sefte, shkëta i ble. Kanë shku këta, që ta persona, që ta armiq, të shefat e tyne i kanë thonë, hala se vakti musulmu, se hala janë taman aman e gji. E pastaj kur kanë fillu me thonë, hajde të unë më shkët aj, sa i ka kështu, aj kështu, të folë kesh për njëni tjetërin, të këqyr luftën me bon mes kolegve, njëni me tjetërin, se cëllët biznese. Edhe atër i kanë sulmu. Andaj po du me përmbyll, tema jonë është, ymeti jonë është ymet i amanetit. Jo i rranave, jo i dallavereve. Ja ka shit njerit telefonin tjetit me garancion me kreti ka rranë, kur qilet e këtë pjesët falsë. Por originale ka shit. Edhaj po insiston o që original është. Ta shti jetë, dhe më thonë, kur e qelë, po ma banaj mjeshtri, a mi kalzua, mos mi kalzua, e ki parasysh. A mi kalzu, që s'ta ka shit, ti nalesh, masanin, a i bjanë sesh da i njeri Allahajt. A këtu të zotit. Masanin e bjanë djalin të ogja, fali diqka se, fry diqka se ka dal men, që ka dal men, që pepi drogën. Normal, se ti a ke pru drogën me pipi i vogël. Ti e ke rrit me haram. Runë vlazni amanetin, se vallahi ka me në dalë gjdo sen. Ka me në dalë gjdo sen. Si halali, si harame. Që menon dikush që s'del, a i ka dyshim në iman. Allah në fërcoft, Allah në përmirësoft, Allah në o Zot në rrugën e drejtë. O Zot në largon lakmin për zemrës. O Zot në ruj, o Zot në falë. Amin, amin, amin. Aqulu qawli hadha wa astaghfirullah li wa lakum.